Dirigjente Elda Laro ka marrë zyrtarisht këtë të shtunë drejtim në Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Ajo është pritur fillimisht një takim nga kryebashkiaku Benet Beci, i cili e ka falenderuar për pranimin e ftesës për drejtim në Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Sipas Laros, kjo detyrë është privilegj për vetë lidhjen e saj me Shkodrën. Dim sensibilitetin e qytetit, siç e dini dhe ju. Po. Besoj se të gjithë gjërat do të jenë në rrugën e duhur. Faleminderit që më keni dhënë këtë shansin me të vërtetë që të rikthehem në qytetin tim, sepse nuk i kisha menduar, me thënë drejtën, nuk më duke e mundur një gjë e tillë. Edhe është një super lajm. Berlin Shkodër. Firmosa e kontratës zyrtare mes kryebashkiakut Beci dhe dirigjentes Laro është pasuar me një takim me grupin e Orkestrës Simfonike të Shkodrës. Ajo foli për një standard dhe nivel të ri të Orkestrës Simfonike. Shkodra e meriton, pastaj unë nga Shkodra vi, kështu që kam dëshirë, domethënë edhe kam vullnetin edhe kam të energjinë e duar që të bëj këtë gjë, domethënë bashkë me juve, sepse unë me juve jam ndier jashtëzakonisht nisin në shtëpinë time. Elda Laro, pianiste dhe dirigjente, është pjesë e Orkestrës së Berlinit dhe nis bashkëpunimin me Orkestrën e qytetit ku lindi për të dhënë kontributin e saj në fushën e artit dhe të kulturës, duke u bërë pjesë e stafit të Bashkisë Shkodër.